dhe qoftë të prokuroria e posaçme SPAK. Në rastin konkret, tek SPAK-u bëhet fjalë vetëm për zyrtar ku janë subjektet posaçme që janë zyrtar nivelit të lartë dhe kjo prokurori i merr administrimin e këtyre dosjeve, ndërsa për sa i përket rasteve të zyrtarëve të nivelit të ulët janë prokurorët e jurisdiksionit përgjithshëm. Përderisa shteti shqiptar edhe një stirolaps, edhe një boj, edhe një gjën më të vogël e blend të privati dhe për të bler këto artikuj hap procedurat e nderuese, sigurisht që ka mjaft tendera në çdo institucion publik, të cilat kryhen, por njëkohësisht ka dhe mjaft abuzime. Tendrat shpeshherë janë kontestuar shumë edhe nga kontrolli i lartë i shtetit, por edhe nga prokuroria, por njëkohësisht edhe nga opozita që her pas here ka bërë denoncime publike lidhur me procedurat e nderuese, sepse ka shumë tendra që shumë punë publike bëhen përmes ndërmarrjeve publike të bashkive dhe nga ana tjetër pas kësaj procedure hapen tendra privat me qëllim për të qarkulluar lekët. Rasti i fundit dhe rasti më flagrant ishte rasti i Bashkisë së Tiranës ku u tentua të qarkullohej një shumë prej diku te 470 milion lekësh të vjetra për rehabilitimin e një rruge në zonën e Freskut që pas denoncimit rruga Xhon Belushi. Bravo. Pas denoncimit të një antarit të Partisë Demokratike, atëherë u ndërprej gjithë procedura. A ka shkelje në nivele të larta. Kjo ka treguar që ka pasur shkelje të niveleve të larta sepse vetë SPAK-u ka hetuar, edhe pse me ndryshimet ligjore që u bë te ligji për prokurimet publike, ju hoqe drejta e titullarit të institucionit për të marrë pjesë në njësitë e prokurimit, me idenë që të mos kishte mundësi. Në fakt, kjo e drejtë ju hoq për sa i përket përgjegjësisë së tij penale, por që nga ana tjetër titullari i institucionit është ai njeriu që triblon pa top dhe që bën gjitha lëvizjet dhe që bën gjitha paracaktimet e fituesit të tendrave apo qoftë edhe të ankandeve publike. Dhe kjo gjë është provuar edhe nga hetimet që ka bërë SPAK-u, por edhe nga hetimet tjera që kanë bërë prokuroritë e tjera, siç ishte rasti i koncesionit të sterilizimit që thuajse të gjithë procedurën e koncesionit të sterilizimit, por edhe koncesionit laboratorëve kishte, si thua, tripluar në prapavi ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqa dhe njëkohësisht edhe ky standard tenderues u konstatua edhe te rasti i hetimit të dosjes Belinda Ballokut ku të 7 lotet e unazës së re, por edhe njëkohësisht edhe të 2 procedurat e ndërtimit të tunelit të Llogaras, qoftë supervizimi, po qoftë edhe pjesa tjetër e ndërtimit të këtij tuneli, ishin mbyllur në prapavi pikërisht nga Belinda Balloku. Njësia e prokurimit që funksiononte pranë agjencisë rrugore shqiptare, thjesht ka bërë procedurat, thjesht ka bërë në vend direktiva që vinin nga lart dhe nuk ka marrë as edhe një mas kontrolli ndaj këtyre kompanive. Nuk ka marrë as edhe një mas kontrolli për sa i përket kushteve teknike që plotësonin këto kompani, s'ka marrë as edhe një mas kontrolli për sa i përket sigurisë si investimi dhe sigurisë buxhetit si investimit, s'ka marrë as edhe një mas kontrolli lidhur me eksperiencat që këto kompani për të kryer, kishin eksperiencat të përpashme për të kryer këto vepra apo jo? Pra kostumet të qepura. Dhe kostumet të qepura që vinin direkt nga lart nga Belinda Balloku, e cila e manovronte të gjithë lojën e tenderit pikërisht përmes telefonit WhatsApp me ish-drejtorin e ARSH-s, Ervis Berberi. Pra, ka shumë gjëra që flitet për tendrat, por ka shumë pak që kallëzohen për tendrat. Tani këtu doja të ndaloja. Nëse le të gjithë e dim që ndodh me tenderat. Dhe kur vjen puna të gjejmë akuza, shpërdorim detyre, shkelje barazis në tendera. Beci, çfarë ndodh me korrupsion, vjedhje, abuzim me fonde publike, rikthimin e parave, gjetjen e parave? Se për çfarë drejtini e shkelin barazin tendera nëse nuk e shkelin për të fituar ndonjë lek?